Është pra koha tani që të kemi intervistën në studio ku në ball për ball është mysafir Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, ndër çështjet të tjera që do të diskutojnë me Shkodranin, padyshim është edhe panajiri i sotëm, ku është vënë pa një numër goxha më i madh se herat e kaluara për panajiret ndryshme i produkteve serbe dhe i prodhuesve serb. Apo jo, Shkodran? Në fakt janë më shumë se 21 biznesmen serb që kanë ardhur që produktet e veta të ekspozojnë në Prishtinë apo më konkretisht në Shkabaj. Për këtë shkak do të bisedojmë sonte me zotin Gërxhaliu, por normalisht do të prekim edhe tema tjera. Do të flasim edhe për bashkëpunimin në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, nga se sot është nënshkruar një marrëveshje, siç e dinë gjithë, në mes të dy ministrave, zotit Panaritit dhe zotit Krasniqi, një marrëveshje për vezë që zoti Gërxhaliu para se më thënë mirë mbrëma dhe faleminderit që keni ardhur. Si e vlerëson këtë për vezët? Po, besoj çdo marrëveshje ka rëndësinë e vet, po besoj që raportet dhe partneriteti ekonomik me Shqipërinë duhet të matet me indikator krejt tjerë, jo vetëm me vezët, sepse edhe vezët bëjnë pjesë. Po si duket nga kjo që është duke ndodhur në Parlamentin e Kosovës, me siguri është një metaforë e cila e ndërlidh këtë rast, po sidoqoftë mbështetim çdo partneritet, çdo formë të arritjes së marrëveshjeve me shtetin në rajon dhe me gjerë. Për të kthyer tek çështja kryesore për cilën do të bisedojmë sonte, si e vlerësoni ju këtë panajër, kur kaq shumë produkte serbe po ekspozohen para shqiptarëve dhe kosovarëve në përgjithësi? Po, është e vërtetë që kemi filluar me këtë panajër me qëllim që të jetë panajër vendor, po panajiri u rrit me kohën dhe vetë fakti që e ka marrë kontacionin e panajirit regional dhe evropian, besoj është një arritur jo vetëm për Odën Ekonomike, por edhe për Kosovën. Është e vërtetë që ky panajir sot i ka disa veçori të veta. Në rend parë janë më se 120 kompani të cilat ekspozojnë produktet dhe shërbimet e tyre. Në rend të dytë është një shtirje gjeografike që nuk ka qenë specifik ose karakteristike të kaluarës, nga fakti që kemi për herë parë 21 kompani nga Serbia dhe atë udhëhequr nga kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë, zoti Çadesh, dhe në të njëjtën kohë sot ka marrë pjesë për herë të parë një ministër nga Shqipëria në ceremoninë e hapjes, zoti Panariti, që vërtet jep një dimension krejt tjetër këtij panajiri. Besoj që është koha që të kuptohet që proceset integruese nuk mund gjithmonë të jenë të fokusuara dhe të arritura vetëm përmes integrimit politik. Duhet të paraprihet me një integrim ekonomik dhe besoj kjo sot është një dyshmie, një hapi shumë pozitiv në drejtim të integrimeve ekonomike dhe besoj që e tëra kjo i jep këtij panajiri një multidimensionalitet, sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi strategjike, sa ka rëndësi strategjike ka po aq politike dhe sa ka politike ka integruese. Po mbi të gjitha e ka një veçori që ka filluar të jetë një frymë e re përmirësimit të percepcionit për Ballkanin dhe për Kosovën, që nuk jemi vend i problemeve dhe i luftave, po tentojmë të jemi vend i paqes dhe i integrimit. Besoj që në këtë drejtim është një kontribut minor që Oda Ekonomike ka dhënë këtyre proceseve dhe besoj që do të vlerësohet dhe me siguri do të jetë një poen edhe për ardhmërinë e Kosovës në procesin integrues. Si e kanë prit biznesmenët serb ftesën kur e keni bërë ju, se kryesisht duket ka shkuar në mes të bashkëpunimit mes dy odave, edhe ardhe serbe sot? Është vërtet që me Odën Ekonomike të Serbisë në ambrellën Eurochambers kemi një partneritet dhe një dialog në fillim të imponuar dhe tani të zyrtarizuar, dhe në këtë drejtim kemi arritur disa marrëveshje që edhe në kaluar kemi pas kompani nga Kosova të cilët i kanë vizitu panajire të ndryshme qoftë në Novi Sad, qoftë në vende tjera të Serbisë, dhe pas forumit të mbajtur me 9 maj në Prishtinë, do thotë ky ka qenë një event i cili vërtet është në varg në aktivitetet të përbashkëta të cilat vërtet i kemi parapani një plan dinamik dhe në tetor të këtij viti do të jetë një vizitë në Beograd ku mahet panajiri më i madh i energjetikës dhe i përpunimit të metaleve. Do të ketë kompani kosovare që do të shkojnë atje? Besoj që do të kemi të paktën 20 deri në 30 kompani kosovare, sepse tentativa është jo vetëm të promovohet produkti, po të gjenden forma më të avancuara të bashkëpunimit ekonomik përmes krijimit të konsorciumeve të ndryshme që bashkërisht të dalin në tregje të treta. E them këtë bazuar në faktin që Serbia ka një pozitë vërtet shumë të avancuar në krahasim me Kosovën, nga vetë fakti që i ka 4 marrëveshje strategjike. E para është partneriteti me Bashkimin Evropian, e dyta është marrëveshja e tregtisë tir me Ish-Republikat e Bashkimit Sovjetik, e treta ka të bëjë me Turqinë, që ka një partneritet mjaft të avancuar dhe kuptohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur krejsaj shtohet edhe fakti që e ka një dominancë në botën e tretë ose në botën e pa inkuadruarve, atë vërtet në qoftë se në Serbi është një dozë nacionalizmit ekonomik shumë e lartë. Pse të mos shfrytëzohet partneriteti që produktet kosovare
përmes këtij partneriteti ose shërbimit tona të deportojnë në tregje të treta. Megjithatë, nëse krahasohet kjo, ta zëm tash shkëmbimi i maldrave, nga kronika që ka përgatitur kolegu cilën e pam paraprakisht para se me hyrë në intervistë, u pa që ta zëm Serbia vjen në Kosovë mallra në vlerë për 350 milionë eurosh, ndërkohë që as 10% i mallit kosovar nuk arrin në Serbi. Unë besoj që... A besoni që tash shkurja juaj në panairin e radhës në Beograd mund të ndikojë që pak a shumë serbe të qasen edhe mallit Kosovës? Po, në rend parë duhet kuptohet që në Serbi ekziston një dozë nacionalizmit ekonomik shumë e theksuar se në Kosovë. Në rend të dytë duhet jemi të sinqertë dhe ta përthejmë këtë problem. Unë besoj që prania e produkteve serbe nuk është vetëm 350 milion, po shumë më tepër bazuar në informalitetin ose në ekonominë e zezë dhe tëra kjo vërtet është një fenomen që duhet të analizohet. Mi po duhet kuptohet që në Serbi, ose Serbia ka pas një qasje krejt tjetër ka shi investorëve të huaj. Kompanit më të mëdha produse sot në Serbi janë investorë qoftë nga Italia, qoftë nga Gjermania, qoftë nga Zvicra, qoftë nga Austria. Prandaj po e shohni që e kanë shfrytzuar hapësirën serbe për të bartë teknologjinë dhe sistemin know-how dhe ato produkte të deportojnë në Kosovë. Përveç nacionalizmit, a ka dhe indikator tjerë që ndikojnë që Kosova të mos eksportojë shumë mallra në Serbi? Kuptohet duhet dhe besoj që një frymë e re, si kjo që është një panajër, duhet të jetë një indikator matë i asaj ku jemi në marketing, ku jemi në kvalitet, ku jemi në certifikim. Pikërisht, a ka kualitet, a kanë kualitet prodhimet kosovare? Jo vetëm që është opinioni imi, po është edhe tjerë që vërtet në Kosovë ka produkte cilësore dhe duat besoj me një mbështetje institucionale mund të deportojnë edhe në vendet e treta, jo vetëm në Serbi. Mi po e them, ka kalu një kohë ku komunikimi ka ngecë në këtë drejtim dhe derisa Serbia ka qenë mjaft aktive dhe ka kriju stacionet e veta për të deportuar me këto produkte në Kosovë, ne ndoshta shumë më tepër jemi marrë me vetveten. Mi po duhet vërtet të jepet shans dialogut, partneritetit, këmbimit të ideve dhe bashkarisht do të ta gjejmë një sinergji të re. Por qëllimi esencial i odës ekonomike të Kosovës është vërtet të ndërpritet kjo formë e tregtisë klasike që e karakterizon partneritetin mes Serbisë dhe Kosovës të gjinë në forma më të avancuar të bashkëpunimit. Dhe apeli kryesor ka qenë që kompanitë cilat kanë përfituar më shumti në tregtimin me Kosovën që të investojnë në prodhim në Kosovë. E ke fjallin për kompanitë serbe? Absolut. Ky ka qenë një mesazh që kam dërguar edhe në kaluar në Beograd, ky ka qenë një mesazh që është dhënë edhe dje nga vetë kryetari i odës ekonomike zoti Çadesh, sepse një investim i tillë do të ketë efekte multiplikative, nuk do të jetë vetëm konotacion ekonomik dhe social që do t'i karakterizojë këto investime, po do të jetë edhe një komponent multietnike që vërtet ka nevojë edhe Kosova edhe rajoni. Dhe nga vetë fakti që në Kosovë janë bërë investime të shumta në infrastrukturë, qoftë në drejtim të Shqipërisë, qoftë në drejtim të Maqedonisë, dhe dua të besoj që me fonde të ndryshme do të ndërtohet edhe rruga nga Nishi deri në Prishtinë, po hap një perspektivë re që përmes këtyre investimeve të kemi prodhim, kemi përmirësim të bilancit të pagesave, po mbi të gjitha kemi efekt social përmes punësimit të gjithëve në Kosovë. Tash te ardha e produkteve serbe edhe në masë më të madhe, mbas panairit, a e rrezikon prodhimet vendore? Ku mbetet ajo më të duja tënde në këtë rast? Në këtë drejtim është çështje e konsumatorit dhe duhet të theksohet që neve na duhet shumë tepër kampanja vëdësuese të konsumatorëve dhe qytetarëve që të ngritet vedia. Pra paralelisht të dyja, edhe panairit, por edhe kampanjat që mi konsumojnë prodhimet vendore. Në fund fundit bëhet fjalë për ekonominë të tregut, për ekonominë të hapur dhe besoj që në situatën aktuale të Kosovës kishme qenë vërtet diçka që nuk i bën nder, do thotë të flitet për bllokadës, për diçka që mund të parandalojë tregtinë e lirë. Dhe në fund të fundit çësia e Serbisë drejt Kosovës ka qenë mjaft aktive në kaluarën, është një traditë e bashkëpunimit, i kanë partnerë cilët vërtet e kanë themi dominu tregun, por prapë e them është çështje e konsumatorit të vendos ku dhe çka si do të shfrytëzojë dhe çka do të shfrytëzojë. Po bashkëpunimi me Shqipëri tash në fusha të tjera, po i kthemi prapë Shqipërisë, por duke na shkaluar marrëveshjen sot me Prevezet. Si është? Në çfarë niveli zhvillohet? Po tu e pas parasysh faktin. Është më shumë i avancuar se sa me Serbinë apo është në formë të njëjtë? Janë, do thotë, dy situata që vërtet janë diametralisht të kundërta, derisa me Shqipërinë, me Serbinë, do thotë edhimi që sfidat dhe barierat janë ato që e karakterizojnë këtë bashkëpunim, vërtet me Shqipërinë është diçka krejt tjetër, është do thotë një realitet që jemi dy shtetet, një popull të ndarë dhe kemi menduar që ekonomia dhe bashkëpunimi ekonomik do të jenë ata që do të na bashkojnë dhe do të na afrojnë më tepër. Mi po si duket edhe me tutje jemi duke jetuar në idilën politike që më tepër matet me patriotizëm folklorik dhe me një dozë të folklorizmit sa në substancë ekonomike dhe
nga vetë fakti që jemi dy ekonomi komplementare, mundësit për partneritet dhe bashkëpunim vërtet janë të mëdha. Dhe me këto, ose me këtë luftë të barierave për të bërë njëri kundër ai tjetrit, shumë tepër jemi duke të tregu jo serioz përballë popullit dhe përballë Brukselit, sesa që jemi duke promuar një partneritet dhe ajo që është më shqetësuese janë ba miliarda investime në infrastrukturë. Dhe nëse ajo infrastrukturë shërben vetëm për sezonin turistik ku 1 milion kosovar kalojnë pushimet në Shqipëri, atëherë nuk është ai efekti i quajtur win-win. Por dua të besoj me kalimin e kohës gjëra duhet të ndryshojnë. Nuk mund të vazhdohet me këtë avaz të krijuar, por e tëra kjo na jep të kuptojmë që në Shqipëri një politik hyet për të mbrojtur interesat e grupeve të caktuara ose të lobeve për produkte strategjike dhe në këtë drejtim jo vetëm patatja, por shumë produkte vërtet janë duke u ballafaquar me sfida për të deportuar në tregun e Shqipërisë, meritojnë më tepër nga vetë fakti që kemi vizitorë më të mëdhenj në sezonin turistik. Dhe ajo që është më shqetësues është fakti që shumë tepër jemi të dhënë mas fotografive, qoftë në nivel politik, qoftë në nivel institucional dhe ta përdorim një fasadë ose një dekor, është koha kur duhet problemet vërtet të zgjidhen në substancë dhe jo gjithmonë të themi diçka tjetër, të fotografohemi në një formë tjetër, ndërsa në realitet problemi vetëm shumohen ose nuk zgjidhen. Pra situata nuk është e mirë sipas jush. Definitivisht duhet në këtë drejtim të kthehet besimi dhe vetbesimi, si duket të shkruar një ngërç nga e kaluara e cila heziton të avancohet biznesi dhe bashkëpunimi me kosovarët. Në Shqipëri shumë lehtë bëhet biznes me çdo kënd tjetër përveç me kosovar. Dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve në këtë drejtim. Roli Odës ku është atëherë? Po, Me qenë se po tregoni suksesshëm me Odën e Serbisë në këtë rast. Është shqetësuese. Hajde ta tërheqim një paralele tjetër. Greqia nuk e ka pranuar Kosovën politikisht. Mi po çdo vit ne kemi 3 deri në 4 misione tregtare që vijnë për të gjetur forma të bashkëpunimit në forma të ndryshme, nga vende, nga Kroacia, nga Slovenia. Mi po ka vite që nga Shqipëria nuk kemi pas, do thotë, një interesim për kontakt dhe për partneritet të tillë. Dhe vërtet gjithçka që neve na shqetëson, si duket jemi shumë larg e shumë afër njëri me tjetrin dhe në këtë drejtim si duket Kosova nuk e ka atraktivitetin në rend parë turistik, në rend të dytë për mëditje të larta, sepse më rrugës të shkohet në Itali, në Greqi, nga Shqipëria sa të vjet këtu, por mundësitë dhe potencialet ekzistojnë, duhet vetëm një vullnet. Mi po, mbi të gjitha duhet kemi partneritet bazuar në sundim të rendit dhe ligjit, sepse edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë është pika më e dobët e zhvillimit ekonomik dhe proceset të partneritetit të bashkëpunimit. Në vend që të jemi komplementare, në vend që të jemi aktive në vende të treta, ne bëjmë gara se ta pengojmë njëri tjetrin. Vërtet është diçka që nuk bën der as Kosovës as Shqipërisë. Faleminderit shumë zoti Gërxhaliu që ishit sonte. Ishte kënaqësi, falem për ftesën. Naile, kushtrim kaq kishën personte këtu nga studia Ball për Ball. Faleminderit shumë Shkodran.